Mbas videos fuqia manifestimit që e kam postu me lëndrimin që e ka fitu Big Brother, kam marrë pyetje se pse për disa njerëz nuk funksionon manifestimi apo ligji i tërheqjes. Ligji i tërheqjes funksionon çdo herë njerëz. Ne manifestojmë ata shka na jem, jo ata shka na dojmë. Se ti mundesh me dash diçka, po mos mu përpudh ajo me identitetin tanë që e ki tash. Gabimin që e bojnë njerëzit është se nuk punojnë me vetën e tyne. Dojnë me manifestu nga identiteti tyne i vjetër, nga identitet që është në munges, nga identitet që flet negativ, nga identitet që menon negativ, ndihet negativ. Dhe normal që duhet me të ardhë manifestimet në nivel të frekuencës në të cilin ti je për momentin. Kështu që për me ndryshu ose për me manifestu diçka në jetën tonë, ti duhet me ndryshu identiteti, ti duhet me ndryshu imazhin tanë, duhet me ndryshu personin, duhet me ndryshu mënyrën si mendon, mënyrën si ndjen dhe si vepron. Dhe këtë bën me punë. Punon me vetën tonë.